Po kush ka musafir të ndonjë familjare si diçka, është pritja e njëjtë si ka qenë atëherë me familjarë apo është më ndryshe? Tash pritjat janë ku me prit, sikur në tash për shembull vjen nipja, dikush vjen kuftë të shtëpia, vallahi kom qef e pres sikur na për shembull kur të lind fëmia, çashtu e pres, po knasi ju. Si të vjen telefonin, ka dalë për bursë, telefonin leje 5 minuta, telefonin të avënshë, për në një herë rrën 10 dakika, ditën e mirë, mos ka knesi, se unë me ta të voglit, sa 80 i bënda, a i thëtë jo më kë, s'kanë dita ta të majtë, kur kanë dita. Po për fond, a ki ndonjë mesazh për të gjithë banorët që jetojnë në fshatra ose në fshatin ku Të gjithë banorët, inshallah Zoti i gëzon, e nuk nimi gjonë për ishtash ka jonë jashtë, për këta jo visë për familje tem, po për gjithë familjes, inshallah i gëzë Zoti, e në herë inshallah ju bjenë nërmen për neve plegje se vallohi, e aty një trive që është ja bje Zoti, nuk divi që vallohi, për neve plegje bol shtirë. Jeta në Llazic ka qenë gjithmonë e lidhur me bujqësinë dhe blegtorinë, fal kushteve të favorshme natyrore. Shumë familje vazhdojnë këtë traditë edhe sot. Një ndër ta është edhe Afrim Zogaj, i cili është kthyer nga Suedia për të vazhduar jetën dhe punën në vendlindjen e tij. Përshëndetje. Përshëndetje. A u lot, qysh ka lutë? Jo, mirë ka pak qështë. Qysh është e djela këtu në fshatin Llazic? Djela është shumë e mirë, e qetë, pa strese, pa probleme, shumë mirë. Qysh e ka lëni ju një të djel? Është ta kështu me blegtori? Me blegtori, qështu në parora, të mjellë, qështu kalambas të ashtë vakët e janë, me leptë, si qysh për në shehni, mirë, janë. Po ashtë në përgjësi fshate me qka merët, me qka merën banorët e këti fshate? To në ashtë ka jena që to me bujësi, me tjetër se një, do janë si kanik për këtu, në Gërbet, janë shku në Prishtinë, në Shpëngullja, që jena merë shumë pak. Nuk pa kena gjenë me kënë me nejtë, me pina i gjygëm qaj, nej kafe, nej... Me pasë edhe ma shumë gjallëri fshati, se po e shumë që s'ka shumë njerëz rrugës. Shë këtu, s'di, shka me thonë. Për pora që shë moj menë, këtu e në kohë me paskojnë kohë 4-5 vetë me lëpa, ma shumë, me luj shumë, të lëfar lujnë, luj shumë tash, nuk më në gjonë asë janë. Po cila është me ndoni arsyeja që po i praktisim fshatrat në përgjësi? Po arsyeja s'di, për lypin ma luksin, për lypin pa thujnë ma mirë atje.